Kam shkruar dhe në hyrje të derës të shoqatës dhe në varin tim do ta shkruaj, kisha lindur në për një planet tjetër, thjesht kam gatruar rrugën. Që do të thotë do luftoj gjithë jetën time. Po pse e the këtë, më trishtove me këtë ta shkruaj te varri? Jo, është ke varri, unë faktikisht do të kem varr, do të digjem, po është e pamundur. Po, ashtu e kam. Po pse? Pse ashtu dua. Më tmerron dheu. Sa i dua dheu, edhe më tmerron që të futem. Kështu që do të thënë fëmijëve, e ke thënë bashkëshortit? Ja kem thënë, po këtu është gati e pamundur, se unë jam drejt asaj rruge, nuk kam. Shumë ti e re, çat. Ti je shumë e re, shumë e re, jam shumë e re. Drejta, njeriu mund të vdesë edhe që nesër, po domethënë do Perëndia që të na plotësoj, që të bëhet një mundësi edhe djegja. Po ky epitaf shumë i veçantë. Unë kam në të madh në emër të madh shoqatës jashtë, kemur jashtë, në të kuqe. Unë kisha lindur për një planet tjetër, thjesht kam gatruar rrugën. Që do të thotë, kjo botë nuk është ideale. Dhe ne, njerëzit, iluministët, antikonformistët, mendjet e mëdhaja, njerëzit e thjesht përpiqen të jetojnë në një planet tjetër në kuptimin e të mirave, ku njerëzit janë të lumtur, ku njerëzit kanë një lloj barazie, jo barazi komuniste, po barazi në kualitetin e jetës dhe të ëndrave.